Kanë filluar përgatitjet konkrete për hapjen e njësisë rajonale të zjarfikësve në komunën e Te Arcës. Nga komuna e Te Arcës kanë bërë të ditur se tashmë është caktuar lokacioni ku do të vendosen zjarfikësit tek kësaj komune. Sipas kryetarit të komunës së Te Arcës Daud Memishi, lokacioni ndodhet në fshatin Përshevc, ndërsa do të duhet që komuna të bëjë disa investime për rikonstruimin e objektit. Ka disa parakushte që duhet t'i plotësojmë na si komunë dhe më pastaj ata të jenë funksional. Vetëm se kanë të themeluar shoqatën e cila funksionon, sa i kam informatat prej komandantit, dhe do të mundohemi në maksimum që të kyçim sa më shumë të ri të kjo pjesë e vullnetarëve, mirë po parakushtet të cilët na takojnë neve si komunë e Te Arcës, duhet ta ndërtojmë apo e kemi në fshatin Përshevc një lokacion i cili është duhet të riparohet dhe të kthehet në gjendje normale për të shfrytzuar. Kushtet të cilët na i treguan dje mysafirët të cilët janë nga Austria për të marrë ne grande dhe për të i marrë gjithë ato të mira të cilët mund t'i ofrojnë, siç janë pajisjet e zjarfikësve, edhe kamion të cilët janë apostafat për punët të cilët duhet ta krijojmë në komunën tonë. Një gjë duhet potencohet para mediave, pasi që zjarfikësat në kompetencë të parë kanë edhe ndihmën e parë e cila ju ofrohet qytetarëve kur ndodhin aksidente. Fatkeqësisht në komunën e Te Arcës në vit kemi shumë aksidente dhe kjo do të jetë një ndihmë shumë e madhe për ne kur do të funksionalizojë. Jemi në përpilime sipër të mundësive vetanake si komunë e Te Arcës të shohim se që në afat sa më të shpejt të funksionalizojmë atë njësi dhe të nisë do të thotë procedurat tjera teknike të dokumentacionit teknik komunës së Tetovës, vetëm se i ka kaluar, vetëm na ngelet të sigurojmë stacionin me gjitha kushtet që do të plotësoj për zjarfikësat dhe gjithashtu do të kenë edhe vullnetarët vendin apostafat ku mund të shkojnë të adresohen dhe të marrin informacionet nga njësia e cila do të hapet në komunën e Te Arcës. Që të realizohet ky projekt i rëndësishëm për banorët e kësaj komune, gjatë ditës së sotme në këtë komunë qëndruan përfaqësues të njësisë territoriale kundër zjarrit në Tetovë dhe përfaqësues nga zjarfikësit e Tirolit nga Austria. Komandanti i njësisë kundër zjarrit në Tetovë, Avni Ahmeti, është shprehur se do të ndihmojnë komunën e Te Arcës që të jetësohet njësia e zjarfikësve. Do bëjmë hapjen e një 9 stacione të zjarfikësve këtu në komunën e Te Arcës. Siç shifet, do të thonë interesimi është shumë i madh, gjithashtu bashkëpunimi të cilin ne kemi pas me ambasadën e Austrisë dhe me kolegët tanë nga provinca e Tirolit, janë këtu të interesuar për të na ndihmuar në këtë drejtim. Gjithashtu edhe kryetari i komunës së Te Arcës ka shprehur një gatishmëri të madhe për të kyç në këtë projekt i cili do jetë për të mirën e gjithë qytetarëve të kësaj ane. Përfaqësuesit e zjarfikësve të Tirolit nga Austria thonë se janë në dispozicion të komunës së Te Arcës për të sjellë pajisje që u nevojitet këtyre zjarfikësve. Mit dieser Gemeinde sehr engagierte Leute getroffen. Në komunën e Te Arcës takova kryetarin e komunës dhe shumë vullnetar të tjerë, njerëz të mirë, po ashtu edhe komandantin e njësisë së zjarfikësve të Tetovës. Kur do të ndërtohet garazha në hapësirat që ne kemi vizituar në Te Arcë, do të jetë kënaqësi për neve si donator nga Austria që të sjellim kamion dhe mjete që duhen. Ndryshe, ky projekt përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt forcimit të kapaciteteve emergjente dhe mbrojtjes së qytetarëve në komunën e Te Arcës dhe në mbar rajonin e Pollogut. Me këtë nismë synohet që reagimi ndaj zjarreve dhe fatkeqësive natyrore të jetë më i shpejtë, më profesional dhe më i koordinuar në përputhje me standardet europiane të sigurisë. Nga komuna e Tetovës thonë se po hidhen themelet e një infrastrukture moderne të mbrojtjes civile, që do të garantojë më shumë siguri për çdo qytetar të komunës së Te Arcës.